dua të javja pro një informacion shumë të rëndësishëm sa i përket bashkimit familjar, se a është ndaluar për bashkimi familjar në Gjermani për 2 vitet e ardhshme, apo kur pritet të ndaluat edhe për kanë. Vllazën e motra, një gjë e tillë pritet të ndodhë, se ende s'ka ndodhur asgjë. Aktualisht është siç ka qenë, po pritet të ndodhë me ardhjen e pushtetit të ri, në Gjermani, pritet të ndryshoj ligji dhe të ndaluat të gjithë atyre që janë ardhur azil, edhe në qoftë se ju ka pranuar azili më njëherë për 2 vite, e ka të ndaluar, nuk mund t'i merr gruan dhe fëmijën. Kurse ju të cilët jeni ardhur me viza pune, pavarësisht a jeni ardhur me kvalifikim apo me pak kvalifikim apo me diploma universitare, ju nuk keni asnjë lloj ndalese. Çka duhet normal si zakonisht që ka qenë ligji këto kohët e fundit, që duhet të plotësoni edhe kushtet e banimit, paga të jetë mujore e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për të gjithë. Përndryshe, nuk ka asnjë ndalesë aktualisht. Aktualisht është gjithçka siç ka qenë. Por e vërtetë është që pritet të ndodhë një ndryshim i tillë me ardhjen e qeverisë të re në pushtet në Gjermani. Prandaj vllazën e motra, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, Kalani Samari.